pakuptueshme, shumë e pakonceptueshme, sepse ai duhet të reflektojë në rast të parë dhe ai ka familje, ai ka prindër. Ai çfarë po tregon këtu, shembullin e kujt po e paraqet në këtë rast Jozi? Po paraqet një shembull shqiptar shumë të keq, por mund të them se ai nuk është përfaqësues i Shqipërisë, ne të gjithë jemi shqiptar, dhe të gjithë secili përfaqëson vetveten, kulturën, konceptimin vetvetes së vet. Manjola, sa ndikim ka sjellja pra publike e këtyre artistëve mbas këtyre incidenteve që ndodhin, jo vetëm me Jozit, por edhe incidente të tjera të artistëve ose vipave që sjellin edhe një reagim të ashpër pra në publik? Unë mendoj se më përpara me të vërtetë sjellja e artistëve, ndoshta edhe mënyrat e folurit se një artisti apo mënyra qëndrimit se një artisti, po e bëj këtë lloj krahasimi sepse më përpara ka pas shumë efektiv, sepse më përpara njerëzit i kopjojshin këtë artist, ndërsa sot janë njerëzit janë e konceptuar me vetveten e tyre dhe mendoj se nuk kanë shumë ndikim sjelljet e artistëve, nuk po i kopjojnë shumë dhe deri në atë pikë sa këta mendojnë që po kopjohen. Madje po keq interpretohen, madje po edhe po shahen, po fyen edhe nga vetë teleshikuesit që i shikojnë këta veprime nga artistët e mëdhej. Kanë me të vërtetë artistë të mëdhej me emër të mëdhej, por me sjellje jo të mirë dhe jo të hishme janë, sidomos artistët shqiptarë, jo të gjithë, nuk duhet i përgjithësoj të gjithë, sepse ka artistë që janë dhe me kulturë dhe me norma dhe me përmbajtshmëri. Këta nuk mund ta humbim asnjëherë, po ka disa artistë, po këta artistët e ri sidomos, këta po dalin jashtë rregullave, kriterave, vetëm që të binë në sy të opinionit publik ose të kenë shikueshmëri publike, sa më shumë dhe po bëjnë një veprim apo një gest apo një mënyrë komunikimi apo një mënyrë të folurit që nuk është e hishme për ne, por kopjimin nga këto artistë ka rënë dyfishin më përpara se ishte, tani besoj se nuk është se i ndjek dikush. Thjesht unë mendoj se mund t'i ndjekja apo mund t'i kopjoje thjesht mosha adoleshencës, mund t'i kopjoje unë them me veprimet e këtyre fëmijëve nga mosha 7 vjeç, mund të kemi kujdes për ta deri në moshën 18 vjeç, me të vërtetë mund të ketë ndikim ky brez ose kjo moshë, ndërsa brezët më të tjerë besoj se nuk kanë ndonjë ndikim, më shumë ndikon tek familjarët e kultura familjes që po i paraqet sepse janë mësuar me mënyrën e artistit. Tani madje po bën të njohur edhe nëpërmjet një rrjeti social tjetër edhe pa që nevoja të jenë artist, pa kontribuar fare në mediat artistike. E qartë. Manjola, mbas atij incidenti që ndodhi në shtëpinë e Big Brother VIP, a duhej që Joz Marku pra të kërkonte një falje publike, jo vetëm ndaj gjestit, por edhe për të rivituar sërish besimin e publikut? Mendoj se ishte veprimi më i mirë që ai të kishte bërë më saktë, pavarësisht se e thash dhe më përpara unë që ai ka bërë një kërkim falje, por sikur nuk e ka bërë dhe shumë sigurt atë se tani po e ritransmeton me veprime dhe me gjeste të pahishme dhe të pakëndshme. Unë mendoj se do ndikojnë dhe në karrierën e tij artistike, madje do t'i humbja dhe shikueshmëria, madje do t'i humbja dhe dëgjueshmëria, sepse ai kishte një zë brillant për nga ana e muzikës, sikur të fliste vetëm me zërin e tij nëpërmjet muzikës, nëpërmjet notave muzikore do ishte shumë mirë që mos të vepronte me veprimet dhe të mos ketë një gjuhë komunikimi shumë të tolerueshme ashtu siç e kishte ndonjëherë të pa kuptim të fare, fliste, po nuk kishte kuptim mënyrat e folurit e tij dhe është mirë që përsëri njeriu nuk është asnjëherë vonë që të reflektojë me vetveten e tij, të kërkojë falje, mos në radhë të parë përsëri të kërkojë gjestit falje para të veprim familjes së gjestit, të kërkojë falje shqiptarëve të gjithëve, të kërkojë falje fansave të tij, pse jo dhe të vazhdonte sepse njeriu është vetë natyrë, është gabimçar. Me të vërtetë jemi njerëz të cilët momentet tona nuk i kontrollojmë dhe bëjmë gabime që ndoshta themi janë të pafalshme. Prandaj është natyra njerëzore që është natyrë gabimçare, por ne duhet të reflektojmë. Një hap më prapa ti duhet të reflektosh me vetveten tënde për atë që bëre. E qartë. Manjola, mbas këtij incidenti që ndodhi, duhet që platforma televizive ose edhe rrjetet sociale të vendosin pra kufizime ndaj personave të cilët promovojnë dhunën apo sjellje të papërshtatshme? Ashtu i bie që mediat shqiptare të pothuajse të marrin masa për të gjithë artistët, sepse mund themi se jo shumica artistëve paraqesin një mesazh pozitiv, një mënyrë të folurit pozitive, ka një gjuhë fjalori të pakontrolluar, madje mund të them me plot fjalën që shumë artistë nuk ju bëhet vonë se çfarë nxjerrin nga goja, apo çfarë lloj veprimesh bëjnë, apo çfarë lloj edhe sepse njeriu paraqet edhe veshja vet apo çfarë veshje, mënyrën e të veshurit, se si dalin para ekraneve, me të vërtetë
e kanë egzageruar, sidomos me veshje, sidomos me të folurën, e kanë egzageruar artistët. Artistët jo vetëm artistët shqiptarë, artistët kudo. Dhe po të mirën masat të atilla i bie që ne mos të kemi artistët me gishta. Të muruar me gishtat e dorës që me të vërtet është nuk besoj se do të mirën masat të atilla, sepse u thash, siç e thash, i bie që të mos kemi artist. Mos kemi artist fare në asnjë lloj aspekti, apo në asnjë lloj fusha, apo në asnjë lloj kapacitetit të cilët e përkufizojnë fjalën artist. E qartë. Mirë, Majola, në një provë mjaft të pazakontë për një natë finale, pra 4 finalistët e Big Brother VIP 4 janë vendosur përballë një sfide ashtu si e kemi parë emocionale nga vllai i madh, të japin pra opinionet e tyre për njëri tjetrin dhe të shpjegojnë ndërkaq se pse sipas tyre të tjerët nuk e meritojnë fitoren e këtij formati. A është etike të kërkosh fitoren në shpytja ime në një reality show duke manipuluar kështu dhe ndjenjat e të tjerëve? Etike nuk është, por si do të rritet shikueshmëria për ne që t'i dëgjojmë dhe t'i shikojmë ato 4 finalistë që kanë mbetur aty, apo si do të jetë edhe mënyrat e parit, apo si do të jetë mënyra fitore, se që edhe vetë ky format kanë nxjerrur nga këta protagonistë, kanë nxjerrë një, mund të themi, një ekonomi shumë të madhe për tyre dhe duke qenë se mos të bëje këto lloj provokacione për ta, çfarë do të arrijë ky format nëpërmjet tyre, pavarësisht se në këtë moment unë nuk mendoj se ishte etika apo ishte e nevojshme mënyra e pyetjes së atill që është bërë, kam shikuar dhe kam dëgjuar me vëmendje, më thënë të drejtën nuk më ka pëlqyer sepse janë vënë përballë njëri tjetrit që nuk kishin përgjigje se çfarë të jepshin dhe përgjigjet e tyre jo shumë të sakta kanë qenë kundrejt njëri tjetrit, sidomos përgjigjja e Xhestit ndaj Eglit, apo edhe Ana Sjellta nuk ishin shumë të drejta dhe përgjigjja e Rezanës ndaj Laertit, apo edhe Ana Sjellta kishin një përgjigje të kufizuar dhe të mirëmbajtshëm dhe të menduar, madje duke menduar dhe duke u përgjigjur se çfarë të themi në këtë rast. Se tani ato kanë 4 finalistë po na japin shikueshmëri, por aq sa mund të japin ato brenda këtyre ditëve. A mendon se ato komente i kanë bërë më shumë për strategji personale këta 4 finalistë për njëri tjetrin? S'mendoj të kenë pasur këta pikërisht strategjie personale, unë mendoj se janë detyruar nga vetë produksioni që të përgjigjen pyetjet e atilla, sepse merren dhe parasysh kur futesh me një format të atill, kur ti e pranon hyrjen në këtë lloj formati, ti merret parasysh se çfarë do sfidet e DJ-et, çfarë do debatit e DJ-et, çfarë do lojet e organizohet aty, ti je detyruar që ti përgjigjesh, sepse ke pranuar, ke firmosur një kontratë të hyrjes aty, ose mund të dalësh lirisht nëse ti nuk i përgjigjesh, domethënë kritereve, nuk i bazosh pikave që ti cakton vetë formatin. Majola, në një lojë si Big Brother, sa duhet të vlejë lojë dhe sa duhet të vlejë ndërkaq karakteri njerëzor për përzgjedhjen e një fituesi? Me të vërtet kjo është një lojë shumë e vështirë për të qëndruar disa muaj aty brenda dhe loja e fituesit unë mendoj duhet të vlejë më shumë. Unë e kam menduar dhe kam thënë kjo nuk është një lojë kapacitetit mendor se sa të zgjuar jemi, sepse du ta theksoj nuk më ka pëlqyer shumë që të gjithë protagonistët e kanë specifikuar Xhestin për shkollimin e tij, po të ishte për atë punë, kjo është një lojë në aspektin e dinamikës së lojeve, Xhesti ka dalë aty më i shkolluar